190 roje bregdetare të certifikuara për të mbuluar me shërbim të gjithë vijën bregdetare të Durrësit, por shumë prej tyre nuk ndodheshin pranë kullave të vrojtimit mëngjesin e sotëm. Kullat janë të pajisura me të gjitha informacionet e nevojshme për pushuesit, por rojet mungonin. Ashtu si dhe një vit më parë, kjo problematik duket se do ta shoqërojë këtë sezon turistik në plazhin e Durrësit. Edhe ky është një element tepër i ndjeshëm, me të drejtë ju pyesni për sa i përket kullave të vrojtimit dhe vrojtuesve të plazhit, që janë një hall qendrore për sa i përket sigurisë në plazhe. Janë të certifikuar 190 roje bregdetare, sikundër dhe kulla vrojtimi po gjithashtu. Jemi këtu edhe për këtë element, sepse edhe ky është një element tepër i rëndësishëm. Kështu që do të mbetet për të parë dhe për të vijuar të gjithë punën tonë në terren, sepse fundja për këtë është task forca ndërinstitucionale. Aksioni i sotëm i task forcës ndërinstitucionale të përbërë nga përfaqësues të policisë së shtetit, kufitare, bashkiake, Bashkisë Durrës, Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, Kapitenerisë e të tjerë, ishte përqendruar në kontrollin e të gjitha subjekteve private që ofrojnë shërbim për pushuesit në plazhin e madh. Nisur dhe nga 2 aksidente tragjike të regjistruara ditë më parë, ku një turist i huaj humbi jetën dhe 2 të tjerë u plagosën në rënd, ndërsa bënin manovra në det me jet ski, në fokusin e punës së task forcës do të jenë përgjatë gjithë sezonit 10 vendbazimet e mjeteve lëndruese që përdoren për sportet ujore. Patjetër që do të kemi kontrolle gjatë gjithë sezonit turistik veror, që do të thotë deri me 15-20 shtator. Dhe përsa i përket numrit të vendbazimeve të miratuara me vendim të Këshillit Bashkiak këtë vit, janë 10 vendbazime, janë 2 vendbazime të reja që duhet theksuar, pra është zgjeruar gama e shërbimeve kundrejt pushuesve, është njëri në Gjirin e Lalzit, në plazhin pra përtej në veri të qytetit, dhe në Currila, që është pjesa pra vendbazimi i ri. Ndryshe nga një vit më parë, situata duket mjaft e përmirësuar në drejtim të hapësirave publike të vëna në dispozicion të pushuesve. Fakt ky që konfirmohet dhe nga këta të fundit. Si janë hapësirat publike këtë vit krahasuar me shumë mirë, ne ka rregull. Pastërtia si është? Shumë mirë. Ta vinë punëtorë të bashkisë, pastrojnë të veni këtu të mjes. Mirë. Po pastërtia këtu në plazh si është? Çka? Dere javës një shikojnë vetë. Për momentin shumë mirë. Pra kanë bërë përmirësim krahasim me një vit më përpara? Po. Tu ka ndryshim. Pra ka më shumë hapësira publike për pushuesit? Po, ka bërë shumë ndryshim. Megjithëse jemi në fillim të sezonit turistik, plazhi i Durrësit është i populluar nga pushues të shumtë, vendas shqiptar të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, si dhe shtetas të huaj.